si vlerësoni që opozita po rrin në objektin e kuvendit dhe nuk po vinë seancë? Ju e dini që mu po akuzojnë shpesh jo diktator, jo autoritar. Tash para mendoni mu përgjigjun edhe në emër të opozitës, çfarë do të thojnë? Kjo është pyetje për ta. Pra ju lutem pyetni ata pse rrini të strukur në përzyrat në kuvend e nuk vini në sallën e kuvendit ku mbahen seancat plenare e sonte është mundësia e fundit për ta zgjedhur presidentin. Kandidati televizijës vetëvendosje përveç nënshkrimeve që e keni thënë nga fillimi. Ata thanë që së pari nuk është televizja vetëvendosje institucioni ku duhet dorëzohen nënshkrimet, edhe që ju personalisht ose si subjekt politik e keni problemin me Vjosa Osmani. Cili është problemi juaj me Vjosa Osmani, edhe çka i siguroni tjetër përveç 15-14? Asnjë problem ne nuk kemi me asnjë kandidat që na sjell LDK-ja. Vetëm let na i sjellin 15 nënshkrime, pa dhe 14 ose 13, vetëm let na i sjellin me datë sotit dhe me emrin e përqashëm, dhe mandej kur të vinë ne ja plotësojmë çka i mungojmë. Në kuti votimi është i fshehtë. Ne do të ulemi prap e do të bisedojmë. Mirë po ju do të ta kuptoni që nuk jam unë kurfar personi i cili shikon edhe brenda kutive. Unë nuk e kam ditur sa vota mbrëm do t'i ketë Feride Rushiti. Jo e pat. Një vot ishte e pavlefshme, 6-3 Feride Rushiti. Pra unë nuk mund ta di se si votojnë. Dhe me këtë rast, edhe njerë po them, ne ja mundsojmë Lidhës Demokratike të Kosovës që të kualifikohet për të aplikuar dhe ta kemi garën për presidencën. Që ja kemi shkuar në zgjedhim kryetarit të LDK-s në rastin që janë nënshkrimet që po Kryetari i LDK-s i ka refuzuar ato oferta. Tash do të ishte një mos respekt i thellë nëse unë ja risjell çka ka refuzuar. Ai duhet t'i kërkoj ato. Por ato i ka refuzuar në mënyrë kategorike. Dhe tash jemi në orët e së shpejtë dhe minutat e fundit. Prandaj, ajo çfarë mund bëjmë tash është çka ju mungon prej nënshkrimeve e kanë garanci vetëvendosje. Edhe për Vjosa Osmanin, do e pranoni edhe Vjosa Osmanin, do ishin edhe 15 nënshkrime nga ana ju, nëse janë 15 nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe kandidati është me emër me datë sotit Vjosa Osmani, a do pranoni ju? Do ta pranonim. Pra, vetëm let na e sjellin, ne nuk, vetëm një moment, të përgjigjem tash. Kam përshtypjen që kur s'po ju pëlqen përgjigjja, po dëshironi më ndërprejmë një pyetje të re. Po prit. Po veç një sekond. Dikush që s'na i ka treguar 15 nënshkrime për kë janë, me kërku garans për 66 vota, ku janë aq shumë parti e aq shumë deputet, të cilët ju e pat edhe mbrëm dikush e bëri të pavlefshme, ajo çfarë po kërkoni ju është diktaturë. Po, a kuptoni, por atëria përcjellni ati se s'po muj me taku. Po, edhe njerë, ne fare nuk e kemi problem, Lidhja Demokratike e Kosovës, kë e sjell si kandidat, veç let na i sjell në nënshkrimet, një herë thash 15, po edhe 14-13, sa të kanë qëllu, do t'i morrim. Faleminderit shumë për këtë konferencë për media, unë këtu jem.